Fero nuk ma ka mojt fjallën në emision që ma ka jep fjallën që s'kthejet muzikë. Anjez mendon që këngëtarët për në mend gjatë të verës përdorin këso strategjish duke përdorur edhe marrëdhëniet me të tjerët edhe jetën private në mënyrë që të kapin verën. Këngëtarët që nashta nuk prodhojnë edhe shumë muzikë të mirë, nashta mujnë me përdor si diçka që ja u kthem vëmendjen, po e kom cek disa herë sa që u përmend kjo çështja e vëmendjes që është diçka që bjen shumë shpejt, është diçka që nuk e blen publiku më edhe mendoj që dohet me bo diçka shumë ma interesant, në një strategji tjetër, se që kjo prishja e raporteve, këto skandalet e vogla janë pak klishe edhe nuk është që shiten më të publiku shumë. Unë menoj që për shembull... Mendon që është lot publiku prej këtyre strategjive të njëjta? Unë gjithmonë nis nga prej vetit kur flas diçka, nëse e shoh një lajm se për shembull ka prish Fifi me Egrin, nuk hi me kliku, se nuk më intereson më, se e di që diçka që shkon e vjen. Edhe kemi parë nga praktika që zakonisht këto përçarjet në raporte, kur marrin vëmendje të mëdha, prap përfundojnë duke u pajtuar me një kërkim fali, prap bëhen në motra, prap bëhen vëllezër, edhe vazhdojnë. Po sipas teje, Anjez, kemi po konsiderojmë që 2 tanë, kove të fundit është rikthyer në skenë më shumë sa herave të kaluara me disa bashkëpunime, në anën tjetër kemi pa edhe Feron që është rikthyer në muzikë. Mendon që këta 2 këngëtarë e kanë tashmë territorin më të përshtatshëm që ta kapin verën? Fero nuk ma ka mojt fjallën në emision që ma ka jep. Cëllën fjallë? Ma ka jep fjallën që s'kthejet muzikë. Po masive që u kthy, unë ju uroj shumë sukses, fillimisht. Edhe pesho që publiku e ka prit shumë mirë, ma mirë se që ka qenë dikur, kështu që jam shumë happy që pesho të bu projekte ko gjatë mira, qka kom pa, qka ku mund me ndëgjuash, që po vjen edhe një projekt mes Dafina Zeqirit edhe Ferës, gjë që publiku me zipret me një nëse veç ka me u bu. Kështu që edhe saj përket 2 tonit, mendoj që po, është u rikthyer kogja mirë, kogja fuqishëm, kështu që ndëgjova që edhe 2 toni po vjen me një projekt prap me Dafina Zeqirin, kështu që veç po ju uroj sukseset të dyve. Po që nuk mendoj që kanë me qenë 2 artistë që kanë me majt verën. Nuk kanë me qenë. Pse? Jo, nuk e... Jo me majt verën, por që do të përfitojnë nga kjo verë. Do të jenë ndoshta më mirë me koncerte se sa në krahasim me vitet e kaluara. Ndoshta po edhe mundet. Prej 2 turnit po, në fakt pres më shumë këtë verë, pres me pas edhe më shumë mbrëmje, po që unë mendoj që veç nëse ndalet Dafina Zeqirit u prodhu këtë verë, për shkak lindjes, për ndryshe nuk është që ka shumë vend për artistat tjerë. Dafina e ka vëmendjen. Po se gjithmonë, është diçka që se vendin të bën publiku, është diçka që publiku e thot, kështu që Dafina veç i metet me kënu edhe me dalë me përformu.